What stopped you from imposing new sanctions on Russia? Only the fact that if I think I'm close to getting a deal, I don't want to screw it up by doing that. Let me tell you, I'm a lot tougher than the people you're talking about, but you have to know when to use that. If I think it's going to hurt a deal, this isn't my war. This is Biden's war, Zelensky's war, and Putin's war. This isn't Trump's war. I'm only here for one thing, to see if I can end it, to save 5,000 lives a week and a lot of money. Do you believe the Russians are being disrespectful when they say that your criticisms of Putin are simply an emotional response? And do you still believe that Putin actually wants to end the war? I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks. Within 2 weeks, we're going to find out very soon. We're going to find out whether or not he's tapping us along or not. And if he is, we'll respond a little bit differently. But it'll take about a week and a half, 2 weeks. We have Mr. Witkoff is here, who's doing a phenomenal job, is dealing with them very strongly right now. Megjithse siç edhe dëgjuat, pyetjet ishin shumë provokuese ndaj Trumpit, sidomos prekin atë setrën, që domethënë Putini është mos respektues të atij, dhe kjo fakt është e vërtetë, sepse në deklaratën e tij që se kemi si ka për fat keq, thotë toka ruse mbi fjalët e tua, pra domethënë interesat e Rusisë, pavarësisht u mërzit Trumpi, kjo gjë po bëhet gjithmonë më e qartë, Putin nuk të riqet pas. Pra, se tush, megjithatë, Trumpi u rezervua dhe kësaj radhe për respekt takimet të 2 qershorit të ardhshëm, pra të negociatës për paqe, për të vënë sanksione të tjera. Si e gjykon, Gjorgjina, jemi në lojë nervash, Trumpi do kaloj pastaj në ekstremin tjetër, apo e mendon që ka shans për paqe? Duke u nisur te deklarata e tij që lufta në Ukrainë nuk është lufta ime, nuk ka ndonjë gjë të re për të çuditur nga deklaratat e vijueshme të Trumpit. Vetëm 2 muaj më parë e pam edhe në konfliktin Indi-Pakistan, ku tha nuk është fare biznesi im, dhe pastaj deklaroi dhe doli deklaratën për paqe. Një gjë e tillë mund të ndodhi edhe në këtë rast. Ajo që unë mendoj është që ndjehet një frustrim dhe një gjendje emocionale në kufit e padurimit nga ana e Trumpit, sepse po duket qartë të paktën në arenën ndërkombëtare ku ajo monedha e shkëmbimit është fuqia, duket qartë që Trumpi tashmë nuk e ka më këtë fuqi dhe të gjitha kartat, le të themi, të fuqisë janë në dorën e Putin. Dhe ndoshta për post këtij është fuqia apo është kokforci kjo e Putinit, sepse praktikisht unë mendoj që Trumpi po jep një shans real për paqe, apo ti mendon që është mendoj që në të gjithë to 4 muajt e Trumpit kemi parë gjithmonë një marrëdhënie të disbalancuar ndërmjet raportit të tij me Putin dhe me Zelenskin, dhe në këtë moment nuk mund flasim për një raport të barabartë, të drejtë për të ulur në tavolinën e paqes, ku gjithmonë Putin është parë ai jo agresori dhe personi me cilin mund të negociohet. Ndaj mendoj që sipas Trumpit, ndaj mendoj që është ai momenti ku mbingopja dhe frustrimi nga frika e imazhit në arenën ndërkombëtare po ndjehet nga ana e Trumpit, pasi mendoj që nga fillimi si përkthehet në politikë kjo? Mendoj që Rusia dhe Putin për pos motivit të imperializmit të Rus që nuk vdiq me shpërbërjen e bashkimit sovjetik, mendoj që Putin është më afër arritjes së objektivave të tij dhe ai po përpiqet të maksimalizojë fuqinë e tij duke siguruar. Kush janë objektivat e Putinit sipas kësaj analize që po ti? Mendoj që janë 2 objektivat apo avantazhet territoriale, e cila shkon përtej oblasteve dhe përtej Ukrainës, dhe ajo që gjykoj dhe shikoj që Putin po përpiqet është pikërisht krijimi apo ndërtimi i arkitekturës së re të sigurisë euroaziatike, ku ajo vija ndarëse apo perdja e hekur do të jetë Moldavi, Bielorusi, Ukrainë, dhe do të krijohen edhe një herë 2 bloqet si kundërpesh. Do të thotë që kontrolli i Rusisë mbi Ukrainën do rikthehet plotësisht aty? Plotësisht nuk e mendoj, por 20% të territoreve që tashmë i ka marrë dhe aty ajo dihet, po më them në pjesë 8%. Për pjesën tjetër mendoj që vetë dominanca ruse në rajonin e detit të Zi, por edhe në Eurazi, është një dominancë e cila ndoshta do të kulmoj në vitet në vijim edhe me një traktat apo organizatë sigurie të Eurazis. Në këtë sens mendoj që
Putin po kërkon të markoj teritorin duke qenë vetë lideri i rajonit në fjalë. Pra do vënë që se do ishte një ndeshje futbolli Kisafi, udhëheq skuadra e Putinit dhe është mbrapa skuadra e Trumpit, si bje? Në thelb është dhe një luftë nervash mes dy palëve, sepse në logjikën, në mënyrën se si paktën shohim që mendon Trumpi është në fund kush do fitojë mes të dyve, pra, ose kush do të hedhë tjetrit. Ka përshtypjen këtë logjika dhe Putin në thelb. Po edhe fakti që ushtria ruse, le të themi, të paktën mendon që është duke fituar në fushën e betejës, i jep një avantazh në këtë rast. Nëse do ishte në vështirësi, do kishim parë një lloj negociata krejtësisht tjetër, pra nuk do kishte këtë lloj ngadalësie nga ana e rusëve. Fakti tjetër është që për rusët lufta në Ukrainë është një luftë thelbësore. Duke qenë një luftë thelbësore, kanë, le të themi, e marrin kaq ngadalë ose zvarisin kaq shumë situatën për të arritur objektivat që ata kanë. Unë mendoj që rusët, edhe nëse arrihet një marrëveshje e paqe duke marrë territorit që kanë pushtuar, duke mos lejuar Ukrainën të futet në NATO, nuk do të përfundojnë me kaq, sepse dyta nuk mund të lejojnë që 80% që tjetër e Ukrainës të dalë jashtë orbitës së tyre, pra edhe të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian quhet një dalje jashtë orbitës, dhe tjetra është fakti që e kanë nisur luftën dhe me një qëllim për të shkatruar idenë e kombësisë, le të themi kombësisë ukrainase në tërësi. Nga pamja demografike, për shembull, Ukraina në këto 3 vite është shpartalluar në mënyrë të jashtëzakonshme. Ka humbur gati 12-13 milion njerëz në 3 vite. Dhe unë mendoj që edhe nëse arrin tek një marrëveshje e paqe që nuk besoj se ndodhi para vjeshtës, sepse me shumë mundësi gjatë kësaj verës, tinës së verës, rusët do bëjnë një ofensiv tjetër për të marrë një pjesë territorit që ka ngelur në Ukrainë, por thelbi nuk besoj se do ndalojnë me kaq në lidhje me Ukrainën. Pra më duket e pabesueshme që rusët dhe Putini të kanë arritur në këtë pikë dhe të thonë që me ndalin me kaq, pjesa tjetër do të bëjë çfarë doj, pra të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian ose të bëhet një shtet model, se mund të bëhet edhe një shtet model. Nuk mendon variantin e keq për shkak që Trumpi, Bashkimi Evropian të dërgojnë në mënyrë të jashtëzakonshme armatime të rënda, raketa me shumicë, pra do të thonë apo trupa mercenare në mënyrë që të krijojnë një peshore të re në frontin e luftës. Pra, mendoj që kjo gjë nuk përshtohet. Do kemi vetëm Putinin që do të thotë Trumpit, jo konferencës paqes, jo Ukrainën atë Zelenski ta marrin me shpulla, tallemi, eci përpara dhe vetëm një krap fiton. Mendoj që edhe skenari tjetër nuk do ketë asnjë reagim, domethënë do vazhdojnë ta marrin Trumpi kështu ta marrin xhiro, i thajo ta disrespektojnë vazhdimisht presidentin e Amerikës. Dhe skenari tjetër është i mundshëm. Se një personalitet si Trumpi, kujdes, një personalitet si Trumpi është në momentin që shpërthen anën tjetër, shpërthen tamam. Mënyra si mendon Trumpi, nëse vjen një pikë ku ai sheh që Putin praktikisht është duke mashtruar, le të them, është duke e hedhur, mund të jemi në skenarin tjetër. Po është duke e hedhur. Është duke e hedhur sigurisht sepse kjo pritet që të ndodhte, nëse nuk kishte mas iluzion. Ne habitim që se edhe këshilltarët e Trumpit thonë aty që do ta hedhi, po ai kishte dhe skenari tjetër me këta si mundshëm, po unë mendoj që Ukraina problemi më të madh e ka njerëzor. Sado raketa, sado tanke i dërgoi, problemi kryesor që ka Ukraina është njerëzor. Po pse Rusia do vazhdojë të mobilizojë rininë e Sankt Petersburgut e Moskës? Rinia e Petersburgut është akoma në lokale dhe në restorante. Pjesa më e madhe janë nga zona tip Tatarstani, Bashkortostani, Kaukazi. Sklevrit e shketo. Ka një pjesë të madhe që shkojnë janë vullnetar, një pjesë e madhe janë vullnetar. Me pagesë. Pra aq kosa ka këtë, le të themi, këtë bazë burim njerëzor Rusia do vazhdoj luftën dhe ky burim njerëzor vështirëse mund ndaloj në të ardhmen e afërt. Ukraina nuk ka këtë. Atë që ka shqetësimi evropian nuk që ka retorik, se ne kemi për debat. Që këtu po gjithë ky mobilizim, ky militarizim i Rusisë. Pse të ndalojë me Ukrainë e vazhdon të ka vendet balltike për shembull. Apo, vendet balltike misha. Çfarë ato këto vëndet ishë Republikat e ishë Bashkimit Sovjetik, vëndet Baltike, kanë gjitha prezencë ruse 20, 30, 50% i trajtojnë shumë keq. Nuk do kujdeset, është në kushtetutën e Federatës Ruse për kujdesja për qytetarët rusë. Ka bishtin papa, do me thënë Rusia do të kujdeset pa tjetër për popullatën ruse në vendet Baltike, mirë po tashti situata është që Rusia po mundohet të sistemojë në radhë të parë Ukrainën dhe në qoftë se retorika e vendeve Baltike do të vazhdojë për shembull ose do të kapin tankerat që shkojnë në drejtim të Peterburgut që furnizohen ngarkohen me naftë në Peterburg.
Dhe biles Rusia dhe tashti ka marrë masa duke patrulluar anijet që futen në portin e Shën Peterburgut për të eliminuar incidentet të mundshme që organizuan për shembull qeveria e Estonisë pak kohë më parë me një tanker që i kishin ndaluar. Nga ana tjetër, domethënë rusët deklarojnë që të paktën që ata nuk janë për acarimin e situatës me vendet balltike, mirë po në qoftë se vendet balltike dhe NATO nëpërmjet tyre deklaron që për shembull deti Balltik është një det i brendshëm i NATO-s, atëherë Rusia do të marrë masa që kjo gjë të zhbëhet. Prandaj cilat janë këto masa? Ajo deklaruar. Misha, cila janë këto masa? Liçeni i NATO-s. Masat janë Është deklaruar thot Gjina, liçeni NATO-s. As det jo liçen. Liçeni i NATO-s quhet në pak Po, në termin. prandaj Rusia do të marrë masa për ta zhbërë këtë liçencë për ta kthyer në det. Si është kjo? Në det të hapur, se të ka mbyllur Po i NATO. ka mundësitë edhe ushtarake dhe gjeopolitike Rusia për të bërë, domethënë për të punëdorur NATO-s. Po domethënë, Sidomos pa mbështetjen e Bashkuara të Amerikës. domethënë u hap loja. Nuk është hapur, por mos u gricni. Kjo është domethënë ajo ai Mos u sinjali grisni. që Rusia. Ky është mesazhi. Je shumë i saktë. Po. Andaj të dua shumë. Edhe unë them, mirë bën mos gricen. Po gricen, këtu do jemi, do zoti do gjem në një bunker diku. Shara, atë është shumë e bukur kjo analiza që bëri, sepse doan Rusian të jetë provokuar dhe nga vendet balltike, pra është se thush e njëjta retorikë që përdorin këta, po themi, grupet apo kastat që ka këndvështrimi pacifist quhen militaristët e Europës, që duan militarizimin e Europës, pra von der Leyen bile morit atë titullin e Karlit Madh sot ajo. Ishte dhe zoti Rama aty prezent, mori titull të madhe. Karli ka qenë një kalorës që ka bashkuar Europën, apo s'ka bërë? I veshën mbretit robat, më në fund Po, ndoshta. do më thënë ajo me atë medalje, I njëti që sulmoi, i pari që sulmoi Rusinë dhe u kthye me 50 ushtar. Ka qenë karl tjetër, ai ky është karli. Karli madh, ai nuk u bëj madh asnjëherë. më katohen nga... Dhe edhe ka humbë betejën në Poltava të Ukrainës. Po, edhe ka bërë dhe medalje. Shikoj, Ta Europianët sa mirë. Po, Në një intervistë që dha presidenti Putin një ditë para bisedës telefonike me presidentin Trump, ai tha shprehjimisht që ne respektojmë interesat e sigurisë kombëtare të Amerikës dhe kërkojmë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të respektojnë interesat tona të sigurisë kombëtare. Në këndvështrimin tim unë duhet të shifsha në dy aspekte këtë mesazh të Putinit. E para që ajo bisedë telefonike nuk do kisha asnjë rezultat që priste Trumpi. Edhe e dyta mund të ishte edhe si një për një marrëveshje, domethënë ti respektoj interesat e mia të sigurisë kombëtare, unë respektoj tuajat. Presidenti Trump thotë që marrja e Groenlandës është interes i sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, etj, kanalit Panamas, etj. Pra duket sikur ishte një marrëveshje, domethënë çfarë po të jap, çfarë pres nga ju. Lidhur me sa thatë për problemin e objektivave, nuk ka asnjë mundësi që Rusia të pranojë një plan paqe pa realizuar objektivat e saj. Ajo domethënë në kushtet e pozicionit të tanishëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pa vendosur aksione dhe pa qenë të bashkuara me Europën për ta detyruar. Putini nuk heq dorë nga pushtimi i pjesshëm dhe i plotë i Ukrainës, nëse ai nuk do të detyrohet që të heqë dorë. Dhe Europa këtë punë ka kuptuar mirë, pritet ta kuptojë Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë. Qartë. Nuk e di tani po kjo dorëqja e Elon Muskut sot si të duk? Marrë kontratës e? Aq i kishte. Qa bëri? Kuptoj si funksionon politika amerikane. E bëri arriti të bënde atë pra, shiko, ata arriti... Dhe siguroj një kontratë tjetër shumë të fuqishme, kupolën e artë. Kupole art, po, më shumë se kupole art është ajo monedha digjitale që Doge që prodhoi edhe që e ka hedhur në treg. Në treg një monedhë tjetër me $100,000. Pra ky është fitimi më i madh që përdori dhe në gjithë atë mbështetjen, po të shohësh deklaratën e Elon Musk thotë që pas kësaj monedhe rriun edhe Trumpi. Pra në një deklaratë tillë nuk ka. Mi që vetëm një ndërkallje kjo pyetja për
Elon Musk se më bëri përshtypje që e lëshoi. Dhe së ndje bëri një kritik Putinit, ati Trumpit dhe pastaj u largua. Ku shkon ky algoritëm që po ndodh midis Trumpit dhe Putin? Mund të bësh në një minutë pa përmbledhës si e gjykon? Ne do të kemi një gjë parasysh. Kemi të bëjmë me dy persona të cilët mashtrimi publik e kanë profesion. Po. Pra Trumpi është një showman, totalisht. Dhe është një showman egocentrik në natyra dhe narcisist. Kurse tjetri është një showman për profesion, pra është një oficer i shërbimit sekret i kundër zbulimit. Për më tepër i kundër zbulimit, pra i trajnuar për të mashtruar publikisht. I trajnuar për të patur një maskë të padeportueshme. Pra, dhe të gjitha deklaratat e këtyre të dyve, në çfarë do lloj rasti, në mos qofshin pra, pavarësisht se nganjëherë marrin atë duke sikur janë me të vërtetë emocionale për atë çastit. Janë totalisht mashtrime. Për shembull, le të vim te ajo biseda tyre e fundit, pra, të dy deklaruan se biseduan 2 orë për Ukrainë. Realiteti është që për Ukrainë kanë biseduar vetëm 10 orë. Gjithë biseda është bërë për shkëmbimin 9-9 të disa robërve amerikanë dhe rusë, pra që ishin të arrestuar për spionazh. Dhe që mediat e lanë dhe e shitën sigur ka folur për Ukrainën. Për bisedime për paqe. Dhe ata diskutuan dhe arritën në fund të këtyre 2 orësh arritën të merreshin vesh që të shkëmbejnë 9 robër rus me 9 robër amerikan të akuzuar për spionazh. Pra gjithë kjo bisedë është bërë për këtë. Kërkesa ishte më e madhe nga pala amerikane, por rusët qëndruan te 9, te numri 9 dhe vazhdojnë të qëndrojnë dhe kanë gjë interesante. Rusët vazhdojnë të qëndrojnë te numri 9. Edhe të gjitha shkëmbimet e robërve që bëjnë, edhe të gjitha shkëmbimet e kufomave që japin, nuk e kalojnë numrin 900, 900, 901, 903. Edhe në marrëveshjen e fundit që bënë, rena të analizën numerologjike të Laertit. Jo, më thëmë ka diçka interesante. Me pesa. Jo, kjo e rusë është e 9. Se do vi Laertit tani pas pak. Ukraina se të bën 1.000 me 1.000. Ata janë vetë, jo, pikërisht se bën 1.000, 900 kanë dhënë deri tash rusët. Çfarë ka lidhje me 0.900 kjo? Jo. Nuk e di fare se ç'lidhet. Prandaj kjo është interesante. Numri 9 që ata kanë zgjedhur ka ca kohë që nuk ashtu. Prandaj them që çdo lloj diskutimi, çdo lloj deklarate e tyre që bëjnë. Unë mendoj që po të shohim edhe Trumpi ka dërguar vetëm një person dhe ajo është diçka edhe nga njëra anë është edhe Qesharaki kur shivet, pra kur shef Witkoffin që vete në Moskë, edhe ai takohet me një grup 4-5 veta specialist atje dhe Witkoffi është vetëm dhe imagjinoni as përkthyesi nuk e ka të tin. Pra përkthyesi është i Moskës. Pra kjo është një vetë, do me thënë që biseda ndërmjet Trumpit dhe ndërmjet Putinit janë biseda të tjera nga ato që na shfaqen dhe nga ato çfarë ata shfaqen në televizor, sepse derisa çon vetëm një person. Pra ti thua që e thon kështu shqip dhe më brutale Trumpi nuk i plas për Ukrainën, thua ti? Unë mendoj që ata kanë bërë një marrëveshje, absolutisht kanë bërë një marrëveshje që ti do marrësh atë që ke vendosur të marrësh, por këtë do ta marrësh pak me vështirësi, pra të bëjmë të vështirin derisa ti ta marrësh. Pra janë në lojë të dy, thua ti? Unë besoj që po, nuk ka, sepse kjo nuk ndryshon asgjë tjetër. Ndan këtë sapi që janë në lojë të dy? Një pjesë po, ndaj, mendoj që janë, nga ana tjetër mendoj që janë dy lidera që nuk i pëlqen të jenë numër 2. Ju pëlqen të jenë numër 1, si ai në Washington dhe ai që është në Moskë. Dhe duke qenë se janë dy njerëz që ju pëlqen të jenë numër 1, ekziston mundësia që në moment të përplasen me njëri tjetrin, pra sa dikush duhet dali i fituar në këtë situatë dhe nuk përjashtohet mundësia që të përplasen në muajt vazhdim. Të nderuar zonja dhe zotrisë që thuan për këtë shfaqje, kështu kjo pjesë e këtij emisioni mbaron këtu, se në pjesën e dytë do merremi me gjëra më afër botës njerëzore. Se do merremi pak me fatin shpirtëror, familjar, por edhe politik të Emmanuel Macron, presidenti i Francës, pasi që leximi buzëve nga disa specialistë thonë që përplasja e tyre është shumë e fortë dhe ka dhe një gjyra politike. Po ne mbas pak me një panel krejtësisht, kush më hoqi Mishën? Të lutem, Misha, iku Misha? Po, iku Misha Pumon, dakor. Falenderoj Misha Pumon. Misha, natë mirë, nuk e di kishte një probleme me Macronin. Si jep një paradhënie se ata ju në Moskë keni shumë qef Macronin. Po tashti do presim që dhe gruaja e Mersit japi në një shuplak atij. A dhe gruaja kancelari gjerman, do të thënë, po nuk është e drejtë ta merrni kalam me gra. Se Rusia e ka marrë. Aty shpresoni. Me gra. Edhe Melania është më e popularizuar se sa Trumpi në Rusi. E di këtë gjë. E kuptova. Je i madh shumë, je i madh. Një poet thotë që kur nuk i ngjitesh dot lisit, shfrytëzon hardhin.
Do ta kuptoj sonde këtë se shumë e thellë ishte kjo. Faleminderit Goxha, faleminderit Gjina. Faleminderit Kisafi, faleminderit Dushara. Mbas një hapësire publicitare do rikthehemi panel tjetër për ta analizuar pikërisht këtë situatë e cila është jo vetëm politike, jo vetëm personale, po dhe psikologjike e Emmanuel Macronit. Pra, EV, Optika Luani, publicitet dhe rikthehemi.